absolutisht. Jemi me një pikë ku opozita ka me pagu një çmim. Ka me pagu një çmim edhe jam i bindur që çmimi sidomos ka ardhur tash në pyetje për shkak të faktit të zhvillimeve të fundit, mos votimit në parlament. Por mund të jetë edhe ashtu siç thatë edhe ju që për shkak të parafrimit të ndonjë partie në fjalë me lëvizjen e vetvendosje mund të ketë edhe ndonjë dënim nga ana e elektoratit të tyre. Nëse ta zëm jemi me një skenar ku kemi jo domosdoshmërisht ndonjë koalicion zyrtar, po ku kemi atmosferë që partia X PDK ose LDK me shumë gjasa do t'i bashkohet ta zëm lëvizjes vetvendosje dhe kësaj do ta kemi dhe qeverinë dhe presidentin. Po megjithatë unë nuk besoj se si ta them dënimi nga ana e elektoratit të partive përkohëse do jetë shumë i madh. Pse se unë besoj që në përgjithësi populli megjithatë është kogja i lodhur. Unë besoj se populli ka nevojë për një gjuhë parafruese nga ana e partive politike. Çka kemi ndëgjuar këtë vit? Përveç se hajvana, rusofil, grek, cërnogorc, është një gjuhë që nuk duhet jemi lodh së ndëgjuari. Edhe është prej barrës Zotit të ndëgjojmë partitë politike përfaqësues, disa nga të cilët janë edhe të ngritur intelektualisht të përdorin kësaj lloj gjuhe. Ata nuk janë aty vetëm për të na udhëhequr në politika të ndryshme publike. Ata janë gjithashtu edhe për të dhënë shembull se si duhet të jetë një njeri i rritur, i pjekur intelektualisht dhe jo vetëm. Ose ndoshta është kjo shumë utopike, shumë idealiste nga ana ime, por unë besoj se po.